Një grua e divorcuar 2 herë. Pas divorcit të dytë, ajo e shënjestron një burr që e njifte, i cili kishte një jetë familjare të mirë, i cili kishte fëmijë dhe e dëshironte atë burr për veten e saj. Dhe si të arri deri tek ai, fillon me akuzu gruan e tij për tradhti jashtëmartësore. Fillon e shpif në koordinim me një njofshëm të saj, i cili po ashtu kishte pretendime për gruan e tij, Allahu na ruaj, subhanallahu. Dhe në koordinim fillojnë shpifjet tek të afërmit e tyre. Dhe pas një kohe ja arrin qëllimit me i divorcu, me shkatruat familje, me i nda ata të dy bashkëshort dhe fëmijët e tyre me i lanë jetim, pastaj herë të baba, herë të nana. Qëllimi ishte i poshtër që me marr atë burr për veti, dhe ai me marr atë gru për veten e tij. Çka ndodh të dashur vëllezër? Tash kjo gruaja kallzon, kjo e tregon ngjarjen. Krejt rezultatet e kësaj vinë mas 3 viteve. Thotë Allahun e madhëruar e falenderojmë për çdo mirësi që kemi, për çdo mirësi që e gëzojmë, për çdo sejdë tonë që ja bojmë, për çdo gjë që posedojmë, që e dim dhe që nuk e dim. Prandaj falenderimet e takojnë Allahut madhëruar çdo herë. E kush është më i mirë se ai i cili falendron Allahun dhe është mirënjohës? E kujt i shtohet pasuria përveç atij i cili është falendërues ndaj Allahut madhëruar? E kush do të jetë më meritor se ai që është mirënjohës ditën e gjykimit për mirësitë që Allahu ja ka dhënë prej mirësive më të mëdha? Është ai i cili e falendron Allahun për shumë mirësi, e prej mirësive kryesore që ka dhe që posedon jetën e tij. Nuk ka dyshim se është mirësia dhe begatia e udhëzimit, dhe këndo që Allahu e ka udhëzuar, atij i ka dhënë shumë, e këndo që e ka devijuar, e ka lajthitur, nuk është në rrugën e Zotit, edhe në qoftë se ka çdo gjë të dunjas, ai në fakt nuk ka asgjë. Prandaj falënderimi i takon atij i cili është i pa fillim dhe i pa mbarim, dhe falënderimi i takon atij i cili na furnizon në vazhdimsi pa kërkuar asgjë nga ne. Dëshmoj bindshëm dhe për ulshëm se nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut të madhruar, dhe po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar dhe besimtare deri në ditën e fundit, deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, të respektuar vëllezër, shumë shkurt me lejen e Allahut do të flas diçka për atë që shpesh herë njerëzit, ka njerëz që vuajnë prej kësaj, dhe natyrisht është e dhimbshme dhe besimtari nuk guxon të bjerë në ngraskat e tilla të shejtanit, sepse janë ngraska të rënda, janë kurtha vërtet të rënda, janë kurtha të cilat është zor pastaj me u ngrit në kam ai i cili e bën një kurth të tillë, apo e ngrit një kurth të tillë kundër besimtarit dhe besimtares. Është fjala për shpifjen. Është fjala të dashur të nderuar vëllezër për shpifjen. Shpifja është prej gjërave të ndaluara në Islam rrëpsisht. Është prej gjërave të cilat e hidhrojnë Allahun, është prej gjërave të cilat i hidhrojnë besimtarët, është prej gjërave të cilat ai i cili bën të tilla shpifje ndaj besimtarëve dhe besimtareve do të përballet me dënim të dhëmshëm. Nuk ka dyshim se fillimisht do të jetë në dunja e dënimi i vërtet, dënimi i drejt, dënimi të cilit askush që ka bërë vepra të tilla nuk do të mund të ikë, do të jetë ditën e gjykimit para Allahut të madhruar. Prandaj Allahu në Kur'an na mëson dhe na tregon se sa e rëndë dhe sa e dhimbshme është kjo. Nuk ka dyshim se kanë shpif për Allahun, kanë folë për Allahun, e kanë thonë e çka s'kanë thonë, e kanë thonë se Allahu ka djalë, e kanë thonë se me lajket janë bijat e Allahut, la ilaha illa ant subhanak,
inna kunna min adh-dhalimin. I lartësuar është Allahu, i lartësuar është Allahu nga ajo që ka thonë të tjerët, nga ato që ka thonë shpifësit, e natyrisht se ne jemi zullumqar ndaj vetvetes, i bëjmë padrejtësi vetvetes. Allahu na falt, e na përmirësoft, e ata cilët thonë diçka të tilla, Allahu ju udhëzoft ya Rabbi. Allahu thot: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Ata cilët i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët, duke shpifur gjëra të cilat nuk i kanë, duke i akuzuar për gjëra të cilat nuk i kanë bërë, duke thënë gjëra të cilat janë larg këtyre, duke folë për gjëra të cilat as pak nuk kanë hise në to. Faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, po thot Allahu i madhruar, mbi supet shpinat e tyre ata kanë marrë barë të randë të shpifjes dhe të gjunaheve. Është pe gjunaheve të mëdhaja, shpifja të dashur dhe të ndëruar vëllezër. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam po na thot largohuni prej 7 gjërave shkatërruese, e prej tyne i përmend pejgamberi sallam se edhe ata cilët shpifin për besimtarë dhe besimtarët e ndershme. Prandaj duhet jemi jashtëzakonisht sy qel, sy hapur, që mos të bim graska të tilla, të flasim gjëra të cilat janë të vërteta, flasim gjëra të cilat neve na bëjnë dobi dhe të largohemi prej atyre që na vorrosin përsë gjalli, si thot populli. Ato cilat na shkatërrojnë, Allahu na ruaj dhe na mbrojt nga të tillat. Prandaj sa herë e shohim që na ndodh në mesin e shoqërisë tonë, kur shoku shpif për shokun, kanë kaluar ditë të tëra të shoqërisë dhe për një moment janë prish me zveti dhe pastaj fillojnë shpifjet dhe gjërat që nuk kanë ekzistuar. Sa ndodh kjo, sa herë ndodh kjo, dhe sa e dhimbshme është dhe sikur ta dinte ai i cili shpif gjërat e tilla se sa është të ngarkuar vetveten dhe sa është duke e rënduar llogaridhënien para vetvetes, ndaj vetvetes ditën kur do të del para Allahut të madhruar. Sa herë shpif shoqja për shoqen. Sa herë shpifin që shohim të dashur vëllezër, se shpifja është bërë një lloj zjarri në shoqëri që nuk mshiron asgjë. Ku njerëzit shohin, ka për njerëzve të cilët shohin sukseset të këtjerët dhe për pa mundësi për të ndaluar ato suksese, fillojnë me shpifje. Dhe sa njeri e ka afër ndoshta për ta fejuar vajzën apo djalin, dhe dikush nga urrejtja apo xhelozia që ka fillon edhe shpif gjëra të cilat janë larg ata të dy, apo njeri prej dyve prej atyre. Dhe sa është e dhimbshme kjo, dhe sa e ngarkon veten ky person. Sa herë ne shohim që shpifin njerëz për ata që falen, për ata që i bin Allahut në sejdë, se po paguhen. Sa herë shohim që shpifin për ata cilët agjerojnë, se këta po rrinë unt edhe esht. Sa herë shohim kur shpifin njerëzit për ata që shkojnë haxh, se po shkojnë badihavan atje veç po lodhen. E shpifjet e pafundme për adhurimet e ndryshme, për cilat do t'jap llogari. Prandaj duhet të ketë shumë kujdes çdo njeri dhe ta rris ndërgjegjen dhe kujdesin e tij për atë çka flet, sepse nuk do të mund të ik asaj çfarë ka thënë. Sa herë disa media i vdesin për zgjalli disa njerëz duke shpifur për ta, duke marrë paret majme dhe duke shpifur për njerëz të caktuar vetëm për ta rënuar çdo lloj autoriteti të mundshëm që ka ai person. Pse?
për shkak të sukseseve që ka, për shkak të një veprimtarie të mirë që ka. Prandaj kujdes dhe shumë kujdes, sepse duhet të kenë frikë ata cilët shkruajnë, ata cilët postojnë, edhe shpifin për të tjerët, duhet të kenë frikë se vallahi edhe gishtat do të dëshmojnë për ato shpifje. Do të dëshmojnë edhe gojët e tyre ditën e gjykimit. E nuk do të ketë gjë pa dëshmuar tek Allahu i madhruar për ato çka e shpifin njerëzit edhe flasin për njerëz për njerëz të ndershëm, për njerëz me etik, me moral, për njerëz që kanë edukat, për njerëz që kanë frikë Allahun, për njerëz që kanë suksese e kështu me radhë. Prandaj, të dashur, të nderuar, shumë të respektuar vëllezër, pejgamberi alayhis salam na thot se men qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabali hatta yakhruj mimma qal. Kushdo që shpif, kushdo që thot, kushdo që shpif për besimtaren, çka nuk ka të vërtet, që nuk është e vërtet, thot diçka që nuk është e vërtet për ta, përveç, që nuk i takon, që nuk është larg, është i distancuar prej asaj, nuk është ndi, por ky e shpif diçka për ta. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu do ta fut këtë person. Kjo është për gjithë ata cilët marrin guximin me shpif, Allahu na ruaj. Allahu do ta burgos këtë person në zjarrin e xhehenamit dhe do të dënohet dhe do të goditet me ato që ka goditen banorët e zjarrit të xhehenamit. Allahu na ruaj. Derisa të sjell argument, derisa të sjell dëshmi për atë që e ka thonë. Deri në atë kohë nuk ka mundësi me i ik asaj. Dhe kjo është drejtësia. Prandaj çdo kush nga ne duhet të jetë i kujdesshëm, besimtari gjithmonë është i veçuar me tiparet, me cilësitë e tij. Flet i matur, ec i matur dhe është i matur në vendimarrje që i bën jetë. Sepse ky është besimtari që beson Allahun dhe beson ditën e gjykimit. Shumë shkurt të dashur të nderuar vëllezër, po du mi përmend dy ngjarje, të cilat pas shpifjeve që janë bërë, e kanë marrë edhe rezultatin e shpifjeve. E kanë marrë edhe atë që kanë shpif, e kanë shiju për vetveten e tyre. Dy ngjarje të shkurta. Ngjarja e parë, një grua e divorcuar 2 herë. Pas divorcit të dytë, ajo e shënjestron një burr që e njifte, i cili kishte një jetë familjare të mirë, i cili kishte fëmijë, dhe e dëshironte atë burr për veten e saj. Dhe si të arri deri tek ai, fillon me akuzu gruan e tij për tradhti jashtëmartësore. Fillon e shpif bile, shpif në koordinim me një njofshëm të saj, i cili po ashtu kishte pretendime për gruan e tij, Allahu na ruaj, subhanallah, sa larg shkojnë njerëzit, disa njerëz që janë të prisht në zemër, sa larg shkojnë. Dhe në koordinim fillojnë shpifjet tek të afërmit e tyre. Dhe pas një kohë ja arrin qëllimit me i divorcu, me shkatruat familje, me i nda ata të dy bashkëshort dhe fëmijët e tyre me i lanë jetim, pastaj herë të baba, herë të nana. Dhe qëllimi ishte djallëzor, qëllimi ishte shkatrues, qëllimi ishte i poshtër që me marë atë burë për veti. Dhe ai me marë atë gru për veten e tij. Çka ndodh të dashur vëllezër? Tash kjo gruaja kallzon.
Kjo e tregon ngjarjen. Krejt rezultatet e kësaj vinë mas 3 viteve. Thotë, po du me tregu një ngjarje, thotë që unë e kom ba, thotë unë e kom qenë lojtarja kryesore në këtë që ka ndodhë. Thotë, mas 3 viteve, mu më ka ra kanceri në gjak. Dhe kom fillu me shiju atë që jo kom botë të tjerve, jo kom bo një qifti shumë të mirë, cilët kanë qenë model në mesin ku kanë jetu edhe për të afërmit e tyre. Shembull i mirë. Dhe, po ashtu thot, ata dhe dy, dhe më thonë, ai që njifja dhe që dëshiron të gruan e ati, për vetën, për ta ketë grua, e kishte edhe një dëshmitar tjetër që ka dëshmu, rajshëm, kanë shpif rajshëm, thot, ata të dy, mas 3 vjetë, janë kallë në shpinë e tyre për mes rrymes. Në shpi janë kallë, janë djegë në shpi. Dhe nuk ka shku, thot, gatë, a marë dënimi i shpifjes. Dënim, cilin thot natyrisht se edhe meritaj, subhanallah. Prandaj besimtari i hap syt, besimtari është i kujdesshëm. Pavarësisht çka do që ka para vetës, është i kujdesshëm, se çdo gjë është e përkohshme. Ne shohim njerëz që vetëm me i rënu të tjerët, flasin edhe shpifin pas shpinave të tyre. Flasin edhe shpifin pas shpinave të tyre. Se aran është kjo. E i shkaktojnë lëndime njerëzve në format e ndryshme. Vetëm e vetëm, se nuk janë aty ku ajo është. Se po të ishte, nuk do të ishte marrë me ata. Dhe është e dhimbshme. Pastaj përdor mjet dhe format ndryshme për të arritur aty. Vetëm për të rënuar atë. Rasti i dytë. Tregon një djalë, i cili thot, isha në shkollë të mesme. Dhe një ditë thot, kom pas një fërkim serioz me një prej nxënësave shumë shkëlqyer në klasë. Një prej nxënësave që ishte i shquar, ishte inteligjent. Dhe pas asaj mosmarrveshje, pas atij fërkimi që e patëm, thot vendosa me shkatru. Vendosa mu hakmarën ta. Edhe e bona planin. Thot, ne ishim konsumues të drogës në shkollë, disa djemë. Dhe një dit e marrë dhe në pushim, thot, i marrë disa pjesë, pjesë drogës, gjana që ne i përdornim, edhe i futi në çantën e shokut që ati që jëmë përla me ta. Dhe i kallëzoj një shokut tim, edhe i thamë kështu, thirrë policin, edhe ledhje policia të kontrollo klasën se kemi në klasë nxënësa që konsumojnë, janë konsumues të drogës. Dhe vjen policia, edhe i gjanë, edhe ja arrita qëllimit, thot. Ja arrita qëllimit, edhe i djalë, thot, filloj me u nënçmu në mesin e të afërmve. Ati djali, thot, ju rënu jeta. Ati djali, thot, i humbi perspektiva. Edhe fillun pastaj me fol të afërmit për ta. Fillun të afërmit mos mu ndal, edhe nuk i mbet ftyrë sepse nifëshim në mesin ku jetonim. Si djali i filanit, edhe pse është i shkëlqyer në shkollë, po qenë ka dhe përdorues, konsumues i drogës, edhe e shet, edhe përdore kështu me radhë. Thot, mas një kohë, jo gjatë. Thot, kom bo ndeshje, edhe kom hup krahun e djathtë. Krahun e djathtë e kom hup. Edhe kur e kom marrë veten, kom vendos, e kom ditë, thot, se për shka. Për shkak të shpifjes që e kom ba dikur, tran, e kom shkatru njerin. Kom vendos me shku mi kërku falje. I kom shku të shtëpia, i kom trokit nder edhe ka dal. I thyr ai djali. Thot, kështu, kom marrë me të kërku falje,
për një diçka që ka ndodhur mes meje dhe teje dikur, e që pastaj unë e kom barë këtë. Ai mu drejtua. Tha kur, tha nuk ta bëj halal. Kur haro, desa takohem, me Allahun nuk ta bëj halal. Bile, a dini diçka tjetër tha? Unë tha çdo natë, qona, ngritna edhe lutna kundër atij i cili më ka bo atë zezë. E lusë Allahun e madhruar, që Allahu me morë hak. Thot, pas asaj, thot e kom pësu edhe një aksident edhe komet në Kolicë. Në Kolicë komet. Për shkak të shpifjes që ja kom bo këti djali dhe për shkak të lutjeve të ti pastaj që kanë ardhur. Allah është i drejtë. Prandaj o vëllezër, larg atyne që shpifin për njerëzit. Nuk ka dëshmi, s'ka argument mos u merr me ta. Amaneti i Zotit. Mos rri me ta hiç bile, se ta helmo zemrën. Ta helmo zemrën. E sa ran është kur helmohet zemra dhe njerëzit pastaj ushqehen me shpifje ndaj njerëzve të ndershëm, ndaj njerëzve të suksesshëm, ndaj atyre cilët ecin me punë të mira, me punë të ndershme. Kjo është kështu, sepse i madhi Allah është i drejtë, drejtësia e tij është absolute dhe kjo është smundje prej smundjeve të rënda, të cilën e jetësojnë ata cilët e shohin veten të anashkaluar, e shohin veten, e keni pa, për me arrit një post, për me arrit një punë, për me afru afër shefit atje, është në gjendje ndoshta mi thonë ndaj dikujt 20 zeza, 20 shpifje, me i bon ndaj dikujt, ma bre s'fët vje marrë, por rizku në dorë të Allahut, lëshohat punë krejt vre. Amo jo me shpif, argumento dijen tane, aftësit tua argumentoj, dëshmoj në praktik, amo më shpif për njerëzit, se ato Allahu ka kriju. Jo dikush tjetër, edhe e ka Zotin tënë. Ajo është i drejtë pastaj. Allahu na falt, e na mëshiroft, e na boft prej të drejtëve gjithmonë, çdo herë insha Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër, na mjafton si besimtar ajeti kuranor, ku Allahu thot ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O ju cilët keni besuar Allahun, keni frikë, tutjuni Allahut, tutjuni Zotit, tutjuni atij që ju ka kriju dhe tek ai i cili do të ktheheni, tutjuni kur të falni, wa qulu qawlan sadida, thuani kur të falni, thuajeni fjalën e drejtë, thuajeni atë që është e vërtet, thuajeni atë që e kënaq Allahun, thuajeni atë që vërtet të bën dobi nesër. Thuajeni çato, mos e thuaj këtë tjetrën, e cila ndoshta mund t'jap privilegje për momentin, ama janë të përkohshme. Janë të përkohshme. Ulu pak, ti edhe unë, secili prej neve, ulu pak me moshën e vjetër, i cili i ka kalu mbi 70, edhe pyete për dynjan se çka dynjaja. E shkurt, shumë e shkurt. Por është e gjatë dhe do të jetë e rëndë për gjithë ata cilët kanë shpif, e kanë rajt, e kanë bo kurtha kundër njerëzve të ndershëm. Wa qulu qawlan sadida, Allahu po të thuni fjalën e drejtë, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Janë dy gjëra të cilat i përfitojnë, kanë dobi besimtarët kur e thonë fjalën e drejtë. E para Allahu po thot, Allahu ua përmirëson punët e juve, ju jap suksesen to. Wa yaghfir lakum dhunubakum, edhe ua fal mëkatet, ua fal gjunahet, pas asaj kur e thoni të vërtetën. A je në gjykat, a je kudo që je, thuaje të vërtetën. Bile shpesh përballemi sot në kohën kur e keni pa ndahet një çift bashkëshortor, e pastaj fillojnë me u arsyetu.
fillojnë me u arsyetu pse ka ndodhur ajo, edhe aty ka shpesh shpifje. Se kështu edhe kështu edhe kështu. Shpesh shpifje. Mabre, mos e ndoshta Allahu i madhruar, për shkak të sinqeritetit që e ki aty, nesër të begaton me një gru ndoshta me shumë më të mirë, ose me një burr shumë më të mirë. I ki shpifjes, për hir të Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu na falt, Allahu na dhash suksese, Allahu na largoft prej të këqijave arabe, Allahu na përmirësoft, Allahu na ruajt kudo që jemi, kado që shkojmë. Ne e familjet tona dhe çdo besimtar dhe besimtar, Allahu na fal, ne e na përmirësoft, e i fal të prindrit tanë, të gjallë e të vdekur, e i mëshiroft ja Rabbi, e fal të mëshiroft çdo besimtar dhe besimtare ditën e madhe kur do dalim para tij.